Shkolla profesionale Arben Broci po kthehet si zgjedhje e parë për shumë të ri. Marrë një zanate si dhe integrimi me njërë në tregun e punës janë dhe arsyet kryesore pse të rinjt po i drejtohen arsimit profesional. Marin Gleni, nxënës i vitit të 4 në degën shërbimi i mjeteve të transportit, ka zgjedhur pikërisht këtë shkollë për këtë arsye. Unë kam zgjedhur këtë drejtim për mundësi që t'jep, mundësi punësimi, mundësi vazhdim karriere, edhe zhvillimi me deshë. Kjo është një profesion shumë i mirë, sepse të ofron shumë mundësi. Si mund të punësohesh direkt, si në servise ose ta vërtesh më gjatë. Iri u thotë se fal formimit të marrë në këtë shkollë, ai tashmë është i gatshëm për në tregun e punës. Unë kam për drejtimin elektroauto, të gjitha gjërat elektrike të makinës, duke vazhduar nga dinamoja ose sistemet elektrike të makinës, mundet me t'i rregulloj. Pavarësisht se ne i kena mësuar të gjitha shërbimet, edhe shërbimet bazë, si gjenerike, motorike, gjitha, sepse ne i mësojnë të gjitha si plan këtu. Edhe kur shkosh në universitet je shumë më i përgatitur për gjitha rrugët e shërbimeve. Një ndihmës e madhe për përgatitjen e tij si një mekanik i ardhshëm, ka luajtur edhe praktikat e shumta në servise. Praktika ndihmon shumë, sidomos praktika nëpër servise të ndihmon shumë. Kam punuar, po kam bolla praktikën nëpër servise të ndryshme, kam bolla praktikën të shellit, të suka, në shumë servise të ndryshme që të marrësh sa më tepër njohuri. Por synimi i Marin Glenit është të vijojë edhe shkollën e lartë për inxhinieri. Të ardhmen unë për veti dua ta vazhdoj inxhinierinë më lart, për inxhinieri mekanike, sepse e shoh se ka më shumë mundësi. Se në servis mund të jetë diçka si më mirë, duhet me vazhduar lloj firmën atë.